Kush është psikologjia e një të varfëri? Si e shikon shoqërinë rreth rrotull? Si shikon njerëzit? Si e shikon ato njerëz që kanë pasuri? Cila është, si e mendon? Shiko, shpeshherë haset një farë kompleksi personal. Në sensin ai që është më i pasur shikohet ndoshta si personi që e ka arritur atë pasurinë se kush e di se çfarë ka bërë. Kush e di se me çfarë pune, po themi jo të ndershme janë marrë këto që e kanë arritur pasuri, për arsye se në atë botë kuptimin e atij ai has një lodhje dhe një stërmundim shumë të madh dhe vetëm arrin të shtyjë ditën, po themi, ose gjëra shumë të vogla. Dhe nuk arrin të kuptojë që ndoshta ky pasuri s'ka lidhje fare me këto punë jo të ndershme. Unë po sjell një version tjetër. Ndoshta ky që Zoti i ka dhënë të pasurinë mund të ketë qenë njëri që ka luftuar shumë fort, ka punuar shumë fort, po themi ka investuar në ato orët e veta ditës dhe të natës, po marr shembullin tash pozitiv. Dhe normalisht paktën e dim që ligji i Zotit është që ai që përpiqet Zoti do t'i japë, apo jo. Në këtë aspekt profesori përmendi që nuk jepet rasti për të folur dhe prandaj themi që nuk di ky i varfër dhe kjo është e vërtetë fatkeqësisht. Përderisa zëri publik dhe zëri social është në dorën e, po themi, një shtrese, një pakice, duam apo s'duam ne, fatkeqësisht kategoria tjetër është e përjashtuar. Shumë pak janë elementet që arrin të futen dhe po themi të bëhen faktor dhe të bëhen zë deri aty. Dhe kjo është ndoshta pasojë më e madhe, pra kur ti humbe dhe identitetin. Kjo është ajo që krijon atë hendekun pastaj midis stresave. Sepse varfëria është përballë dy aspekteve, aspektit material të mos realizimit të pasojëve dhe aspektit psikologjik më pas tyre. Aspekti psikologjik pastaj është diçka që vazhdon dhe i mbart pasojat në breza. Pse? Sepse është, po themi, nëse ne bëjmë një studim midis dy fëmijëve, është studim shumë i njohur ky dhe që vazhdimisht përmendet në auditore. Dy fëmijë binjak, njëri nga ato rritet në një ambient shumë të pasur me stimuj social, me stimuj edukativ, dhe një tjetër nga ato rritet në një ambient tjetër, po themi të varfër në këtë drejtim. Mënyra e shkollimit, mënyra e njerëzve me të cilën ai rrethohet. Kur të arrim në një moshë X, do shohim që njëri nga fëmijët ka përparuar shumë më i ditur, shumë më social, shumë më i edukuar, shumë më i zgjuar, po themi, dhe tjetri janë të dy fëmijë binjakë, nga njëjta nën, tjetri shohim që nuk e ka zhërvellësinë e këtij, nuk e ka përparimin e këtij në aspektin intelektual. Arsyeja e cila është mjedisi social në të cilët janë rritur në dy mjedise të ndryshme. Në këtë aspekt, ai tek ajo shtresa e varfër, ne mund të kemi njerëz që premisat biologjike kanë shumë të mira për të qenë, pse jo, potenciale shumë fuqishme dhe njerëz që do t'i shërbenin vendit në mënyrë shumë prestigjioze, ama nuk u jepet shanse dot, sepse edhe të pasurve ndoshta do të vinin dot shumë faj, po themi, sepse dhe ato nuk mund të rrinë të gjurmojnë se ku janë të gjithë, do të ishte speciale po të ndodhte kjo. Po që faktikisht është ajo që thotë edhe hoxha e nderuar që nuk ju jepet shansi për të bërë zë, për të bërë faktor.